Është rënuar muri ilegal i ndërtuar nga autoritetet komunale të Mitrovicës së Veriut. 2 ekskavatorë të një kompanie ndërtimore kanë bërë rënimin e murit afër lumit Tiber. Rënimin e murit e kanë përcjell disa qytetarë shqiptarë e serb, kurse gjendja gjatë gjithë procesit të kryerjes së punimeve ka qenë e qetë. Shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, derisa po rënohej muri, ka thënë se kjo gjë tregon se të dy palët mund të arrijnë marrëveshje kur ka dëshirë politike. Heqja e murit pasoi një marrëveshje të arritur të shtunën herët në mëngjes ndërmjet autoriteteve qeveritare në Prishtinë dhe kryetarit të komunës Mitrovica Veriore, që parashite rënimin e murit të ndërtuar në afërsi të urës qendrore në Iber. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se kanë zbatuar të gjitha procedurat ligjore për të trajtuar murin e paligjshëm në veri të Mitrovicës. Ai në një konferencë për media ka thënë se me përkrahjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian është arritur pajtimi për detajet e rënimit të murit. Shefi i qeverisë ka thënë se janë koordinuar edhe me Hashim Thaqin e Kadri Veselin për të rënuar murin.